nuk i afrohem lehtë me një mashkull. Po esa, ti çka kam shumë vështirë të afrohem te një mashkull. Nuk e di pse, po kështu e kam. Me ty do ta harxosh 6 muaj punë dhe problemi është se po ti unë të kuptoj direkt se më që jep shenjën apo jo se unë po ti më unë të ka për një javë të me sekonda. Nuk jam ata. Edhe me bazë vallaj. Nuk grepi me sekonda. Po s'ka shanse më mrungo, po s'ka shanse ta jap me 100 firma. E bëj me bazë, hajde të shikosh, do më kapësh ti apo përsëri do rrish aty duke më ngacmuar. Po dal ta mbaroj. Esa. Po pate për shko ta shpjegoj formulën. Si të ka për një javë. Në momentin që ti më pëlqen mua, aty të leon, të pres 6 muaj. Aty se kam asun problem. Nëse kuptoj ku do dal. Po më lej 6 muaj do të thotë nuk kuptoj mua. Domethënë po më dhe shenja që më ke qef unë të godas. Brenda ditës unë të jes sirën. Shiko, unë nëse një mashkull më lungo, nëse një mashkull më pëlqen, okay, unë jam femër e vështirë. Nëse një mashkull më pëlqen, se kam problem vallaj, edhe ashtu si thua ti një javë se kam problem. Nëse do të pëlqente një mashkull. A kupton? Po që jam e vështirë, kjo është e vërtetë. Po që dale çika, lungo, po dale, po më pëlqeu ai mashkull, po u dashurova me atë mashkull, vallaj unë kam shumë të vështirë ta harroj. E kam edhe problemin tjetër. Me vite duhet pastaj, se dashurohem vërtet. Ai sa jam e vështirë, aq edhe shumë dashurohem. Pas atij që mund të jap shansin me do me ta them unë sa ti di çfarë femre je. Unë them i gjesa. Të gjithë meshkujt që ty do të vinë mbrapa, asnjëri do të kapi. Jo, e kam qef ata që më vinë pas. Jo, e kam. Prit pesa të flas. Pa ai që nuk dorëzohet. Jo ai që dorëzohet. Esa, ai që jo mua. Meshkuj që të rinë nga mbrapa ty, ti s'ke për të lidhur me asnjë se do t'i shikosh si lolo. Ty të pëlqen meshkuj që të gjuajnë dhe ta lënë litarin ta tërheqin. Jo vetëm të rinë nga mbrapa, se pastaj bën bie vlera. I bie vlera mashkullit. Në momentin që një mashkull rri shumë muaj mbrapa teje, edhe ai të vjen gjithmonë ty nga mbrapa, u bën vlerat. Jo, unë i kam qef. Për zot, jo këtu ka botë. Jo, nuk e kuptoj. Ja, okay, mbaroje, po do ta shpjegoj unë. Mbaroje ti që ta shpjegoj unë. Mbarove? E mbarova, folti. Me thënë të drejtën në lungo, mua meshkuj që më vina pas, po ata që vina pas dhe nuk dorëzohen, jo ata që një herë, 2 herë ikin o vlla, thotë esën se kapim dot. Ore të më vish nga pas, më vdes për meshkuj që më vina pas. I ka fiksim për zotin. Do t'jap dhe një gjë tjetër. Një mashkull që të vjen ty nga mbrapa dhe zgjat shumë nuk dorëzohet, do t'japësh dhe ti shenja, se po ti zgjidhe shenja. Normale. Ai nga mbrapa teja me arxhokon 6 muaj. Po t'jap dhe unë shenja që e du, në rregull. Në rregull, se ai bie pastaj me ndet kod na pas. Ka unë jo goca, esa në Itali që i kanë më nga 100.000 euro, 200.000 euro, i kanë ngri nga leca meshkuj, i rini nga mbrapa, i ki morë dhe brek. E këto, pra është me frikjo, është e rrezikshme. Shiko, me thënë të drejten, goca e jep sinjalin që ka shef edhe do një djalë, e kupton? E jep sinjalin. I zoti është ai djalë që e kupton, o lungo. I zoti është ai djalë që e kupton. Po esa të na gjunoj gjene këtu se s'po na gjunjë e fare se... Iqe, po ti në lërë mua betet të marim në i oqë në gjuni në gjë që të bete në mua betet se s'po na gjuni gjë Allah, ju arruat fare Allah. Na i shkrefët fare, la mua betet në dhosh. Më gjuni dhe mua i shishe verë pak të në vla 10 euro Allah. Ua, po ty t'ka gjuni për mua i qas 100 pik. Më gjuni i shishe verë 10 euro, gjithë po koshi po pas 100 pik jam, po më gjuni mu në i gjë, më që e jeni të bo. 1.200 i kisha shpar para një ore, 1.200 pik, tani kam 1.300 pik, 100 pik më keni gjujtur për një orë, mos ja 100 euro tash. Unë të nej ka pene e quna, esa unë kam 400 veta, vërtet jam, si të du nga vështirë, po jam beqare, quna me gjuni, unë du që të më gjuni o vlla. Unë ja jap shansin aty që më ka bëri që më gjuni o vlla. Nëse më gjuni, më ndimoni, po mëre vlla, që tani e njo. Më nëzjeri nga situata, direkt vëllaj, se më ndimon, një kapene, një lule. S'kam që të bojë, simbolika vëlla, për lungur. E du një ndim,
Po jo me marrë Gjuni mua në me sens gjujt 1.000 simbolike, pikë, çuna. 2.000 pikë, 5.000 pikë, mi gjujnë çunat edhe për qefa, që kalojnë edhe mi gjujnë. Ore me më gjujtor vlla, me më ndimu tamam, bampe. Valla që nesër dale pi kafe, se s'është ndonjë gjë të pish kafe, mor, se gjithë kena pi kafe që në universitet. Me thjesht për shoqërinë, thjesht kafe kena pi dhe kaq. Gjuni në sens simbolike. Se do kish kuptoni çdo gjë. Thjesht me një njoft tjetër me pa. Live. Ojesa do bëj një pistolet. E vura një pistolet simbolike aty unë. Ja. Lajka. Vura një pistolet e sa simbolike. Faleminderit tërve çuna. Gjuni një pistolet tëra, në një kapele, në një... Po pra ty të gjujtën ta mua e... Film. Rekotë. Më gjujtë ku që nga si Bagdata, Allah. Më gjuni dhe mua, mo, në e pistolet. Soma i pistolet, unë e gjujtë i Eraldi. Po gjuni edhe të gjë simbolike çuna. Faleminderit tërve, Allah. Një Po esa se nullë, do bëjmë me do vinë dhe të ty esa, qetësohu do durim. Qetësohu pi verë, mos e vrisë do vinë lungo në Gjermani, do të afroj një tarë. Gjermani me verë franceze, do të api mu në Francë. Dami unë gara çuna. Mos o mërzite esa. Po më gjujtë mua do vinë do të gjujë një pistolet. Për Zotin. A gjujnë e gjë më një nullë. Po këta edhe të ka smojta dhe nuk të gjujnë nëre, unë se kuptoj. E pas ta më thonë, Isa, pse nuk në shkruan ti, Isa, pse nuk ka shu, po gjujnë e brëha në një gjojnë. O viva Albania, mbushe kartën, gjujnë në gjë. Kam nevoj për ndim, ju e dini shumë mirë, Isa është biqare, Isa është në në vetme, kërkus më ndimon këtu. Po gjuni më se shini roptash. Se më nervozua, po gjuni. Ore biqare jam, pasha zotin. Kush më pëlqen po më ndihmoni, kam nevojë për ndihmë. Kam nevojë për ndihmë, them hapur fare. Gjuni çuna në sens, unë dua në. Gjuni i kafe të 5000 lekë. Ashtu janë halle, ç'të bëj? Më ndihmoni tash. Po s'ndihmoj, më inteligjent tani jemi. E di, ka dalë. Jemi në Asuncion. Mua po ne isa, hajde për 2. Inshallah s'më ka policia këtu esa se më mori më qaf. Skuza, si jam Asuncion, si? Për 2 o çuna, për 2. Kam 2 orë, 1000 pikë më keni gjujt. Veç kam dhe këtu. 1000 pikë, 100 pikë më keni gjujt, më 1 orë, 100 pikë. Dhe shini rastash, njeri jam dhe unë, edhe unë para gjoj kohën time, të regoj gjithçka për veten time, po jap shumë këtu. Edhe ju tani 1 orë, unë 100 pikë, ju 100 pikë më zëllojnë a 100 pikë, nuk varfëroheni. Nuk varfëroni se jepni 100 pikë. Më tepër u ashtozoni, shumë fish më tepër. Sidomos kur gjunin në njerëzit e mirë familjarët, ata që vërtet e kanë nevojë. Mos mendoni ju se nuk a di unë atë, ja di vlerën, jam mirënjohëse. A kupton, u haruaj me gjithë shpirtin, më tepër u ashtozoni. Unë jam në Asuncion. Jo tani unë rrej 1 orë këtu, jap nga vetja ime emocionet e mia, çdo gjë tregoje, flas, kush u flet kështu në live. Asnjë, veç ju rjepin atë xhepe atë, unë e di shumë mirë. Veç ju rjepi, ha gjuj, snipe, herdysh, ha. Ja kaq Gjuni e çuna. Veç ju rjepin atë xhepat. Asnjëri nuk bën muhabete të tilla siç bëj unë dhe ky. A kuptoni? Asnjëri veç ja. Herdysh. Vajte 20 kande. Gjuni herdysh. Motoris. Krejt. A kuptoni? Po esa. Kurse unë jam gjithçka. Po ju ja rob tani 1 orë aty në 100 pikë keni gjujtë 1 orë tash. Unë kam drejt kam fol ku jeni kënaq këtu na të gjitha. A kuptoni? Mos ja kanë nënën tash, po se do njëri unë e mirë, unë kam thënë. Po inshallah kurvat marshit gjithë vallaj. Si doni kurvat marshit edhe ta dhin mbyllën gjithë me ju. Allah. Ju që doni kurvat. Pa tani mos ja fusni se le keni. Po kale, ja për gjun, ja, 1500 pika ndaj, këte 100 pikë, 100 pikë, vëlla, 100 pikë, po kërkoj, gjeloj. Po jo ma se kam 1 orë të lëkëllëk, po jap gjithë shka na vetja, çdo emocion, çfarë të dhe gjë. O Lungo, e di qa bëjnë të tjerë në për live, o Lungo. Veç lojen, herdysh, gjuj këto, gjuj të rrisë, herdysh, 20 këto, gjuj, o dik tjetri, gjuj, hajde të snipe. Ka që bëjnë për live, veç i rjepin atë gjepat.
Kurse këtu unë jap gjithçka emocione, më thej të thash edhe si të vlerësojnë ta tani 1 orë, 100 pikë ka gjujtur qero. Unë jam mes 4 rrugëve këtu rrezikoj. Po çfarë më të gjujmë plot mos u çaj tani se të kam parë shumë mirë je jetë anishi o lungo. Ja sikone kore. Po na bashkë të bënishi. Mos u anko sa isa tash, se un kam një fëmijë të vogël, e vetë jam krejt. Do të moj njerëzit mua. Po, mirë lunga, po si unë, tani ndryshon çështja, do realitetin ti, mos ja fut kohë, edhe po të gjujnë plot, thoj Bereqavës, unë të më gjujnë ajsa ty them Bereqavës. Në Asuncion, shikoj. Po, them Bereqavës, po mos po më gjujnë fare. Rënjoro tash me ty ban, kurse mua 100 pikë nuk më gjujnë. 100 pikë edhe kanë drejtërit, po s'gjujnë. Se do njeriu transparent, të sinqert, dhe të mirë nuk e do njeri, nuk e do njeri, po mirë kur atë marshit gjithë, pra. A do si që doni ato marshit, se as më intereson fare, për kërkush nuk më intereson. Nuk kush më ndihmon, valla ja shtov Zoti e uroj me gjithë shpirt. Dhe ja ma që pasër, dhe aj shumë, sa lutem Zot, valla kush më ka ndihmu mu, Zoti ja ka shtuar 100 fish më tepër. Kush më ka pasur me hile, ka fundos Zoti. Kaq, edhe dihet.